Atmosfera në shtëpinë e Big Brother ishte e qetë, por me një tension të padukshëm që të gjithë e ndjenin. Alba po rrinte në qoshen e saj karakteristike, ajo mënyra e heshtur që e bën të duket sikur po kontrollon gjithë dhomën pa thënë asnjë fjalë. Ndërkohë, Labinoti, i cili zakonisht është më energjik e i zhurmshëm, këtë herë kishte një qetësi të çuditshme, si dikush që po përgatitet për një lëvizje që nuk e ka bërë kurrë më parë. Ai afrohet ngadalë, me hapa të butë, duke e parë Alben sikur po lexonte çdo reagim të saj me kujdes. Banorët e tjerë filluan të shtinin vështrimet njëri tjetrit, të gjithë e kuptuan që diçka po vinte. Alba ngriti sytë, e çuditshme, por jo e ftohtë. U duk sikur ajo vetë nuk e priste që Labinoti do t'i qëndronte aq afër. Ai i zgjati dorën, por jo për t'i kërkuar diçka, për t'i treguar diçka. Një respekt, një afeksion të heshtur. Një moment që nuk ka nevojë për fjalë, dhe pastaj ndodhi. Labinoti ja mori dorën Albes me kujdes, si të ishte diçka e brisht, dhe ja puthi lehtë. Jo një gest flirtues banal, por një puthje e qetë, e butë, që dukej si një falenderim, një admirim i sinqert, ose ndoshta një kërkim pa zë lidhjeje. Alba mbeti e ngrirë për një sekond të gjatë që dukej si një minutë. Nuk e tërhoqi dorën. Përkundrazi, sytë e saj u zbutën. Një buzëqeshje e vogël ju formua në qoshe të buzëve. Kaq mjaftoi që gjithë shtëpia të shpërthente në zëra të mbytur. E patë? Po ç'është kjo lëvizje e Labit? A filloi diçka mes tyre? Bia hodhi një shikim nga larg, ajo lloji i shikimit që nuk i shpëton asgjë. Benita qeshi me buzët mbledhur, ndërsa Nailiri thjesht u shtang, si dikush që sapo pa një kapitull të ri të hapet para syve, por ajo që bëri Labinotin të dukej edhe më i sigurt ishte reagimi i Albes. Ajo nuk e dramatizoi. Nuk e teproi. Vetëm ja ktheu një falenderim me sy, një lloj e kuptoi që nuk u tha me zë, por që u dëgjua në gjithë dhomën, moment i vogël, por me peshë të madhe. Sepse në Big Brother, një puthje në dorë flet.